Drejtori i komunikimit në Partinë Demokratike Alfred Lela akuzon kreun e Shqipëria bëhet Adriatik Lapajn për tentativë protagonizmi dhe manipulim të situatës politike. Sipas Lelës, ai ka dërguar Lapajt një mesazh me porosi të kreut Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i ofruar mundësinë të fliste në foltoren para kryeministrisë, por Lapaj nuk ka kthyer përgjigje. Lela thekson se nuk kishte asnjë porosi për dhunë dhe akuzon Lapajn se po përpiqet të ndërtojë skenar dhune për t'ia faturuar më pas Partisë Demokratike. Në postimin e tij, Lela ironizon dhe paralajmëron Adriatik Lapajn të mos sillet si vëllami politik i 11 majit, duke i quajtur sjelljen e tij të motivuar nga heroizmi rrem dhe akti i martirizimit. Ai shpreh keqardhje për përdorimin e forcës policore ndaj mbështetësve të Lapajt, por e quan të tepruar kufizimin e protestave përpara institucioneve, duke kujtuar se para shtëpisë së bardhë organizohen protesta të përditshme pa pengesë. Nga ana tjetër, Adriatik Lapaj ka deklaruar se nuk e ka parë mesazhin e Lelës dhe nuk ka pasur komunikim për ftesën në foltore. Ngjarja përkon me një incident mes protestuesve të Lapajt dhe policisë në vendin ku pritej të zhvillohej tubimi i Partisë Demokratike siç do të hënë, duke rritur tensionin mes dy figurave të opozitës dhe duke nxitur debate për rolin e secilit në organizimin e protestave dhe qëndrimin ndaj dhunës. Ky konflikt nxjerr në pa përplasjen e brendshme brenda opozitës, ku akuzat për manipulim, protagonizëm dhe përdorim të dhunës politike, por rrisin tensionet përpara tubimeve publike dhe aktivitetit Partisë Demokratike në terren.